E pra ja ku po ritakohemi të dashur ndjekës me rrëfimin e radhës. Sonte pranë jush do të vim me një rrëfim të dhimbshëm. Janë lotët e një djalit jetim. Është dhimbja e një djalit jetim i cili me pikëllimin më të madh pa marrë parasysh që ka arritur në jetën e tij, ka dalë nga jetimorja, është strehuar në një vend të largët. Ai ka një dhimbje në shpirt. Ka një dhimbje për nënën e tij. U rit në jetimoren e qytetit të Tiranës. Më pas në moshën 18 vjeç, u largua nga kjo jetimore. Filloi të punon si çdo njeri i rëndomt, por fati nuk është vetëm i joni, fati është i të gjithëve. Zoti kishte shkruar tjetër rrugë për të. Shkoi në atë shtet, punoi, veproi, por me zemrën bosh. Ai e ka nënën gjallë. Nënën të cilën e gjeti në shtetin ku shkoi, por e ka gjallë edhe nënën që e ka lindur. Dëshiron nëpërmjet linjës telefonike t'i lërë një mesazh. Unë në fakt e luta shumë që të dilte me figurë, por e ka të pamundshme. Nga fakti njerë emocionet dhe nga fakti tjetër që nuk dëshiron që të thyen ndonjë zemër akoma pa e zbuluar të vërtetën siç është. Unë do t'aftoj në linjën telefonike. Përshëndetje i dashur, më dëgjon? Alo, mirëmbrëma, Tiranë. Faleminderit shumë që je me mua. Faleminderit që gjithsesi vendose ta ndash rrëfimin tënd. Pak rëndësi ka se si do të jetë, unë do të respektoj kërkesën tënde ashtu siç kam respektuar kërkesën e të gjithëve. Dua të dëgjoj se çfarë ke për të thënë. Faleminderit shumë. Të përshëndes në USA. E meriton. Faleminderit. Jam shumë i lumtur që po e ndaj këtë histori. Ti vërtet më thaje që unë të dal me fytyrë, por më beso që nuk mundem, sepse e di që i keq përdorin dhe dua të jem kështu. Unë jam rritur në shtëpinë e fëmijës deri në moshën, mund të them, 19 vjeç. Nënën time deri në ato vite nuk e kam njohur kurrë. Kam dëgjuar për nënën, e më kanë folur zyshat për nënën, por unë nuk e kam njohur. S'e kam njohur. Dhe në moshën 19 duheshte të largohem nga jetimorja, sepse duheshte të filloj me jetën time. Aq mundeshte jetimorja të më mba. Dhe unë fillova të punoj në një lokal ku punoja si kamarier. Aty punova 6 muaj dhe fillova të ndërtoj pak jetën time. Do me thënë, ti nuk e ke takuar ndonjëherë nënën tënde, thjesht të kanë treguar për të se si duket ajo dhe çfarë ajo ka lënë për ty si amanet në fund. Po, shumë e vërtet. Unë se kam taku mamin time dhe ajo si amanet kishte lënë atë xhupin e fundit që unë e kam vesh, por për ta takuar jo. Unë si që të thoja, ika për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës sepse më ndihmoi një shqiptar i cili vinte te ky lokal, por familjen kishte në Amerikë. Mu deshën shumë muaj për t'i siguruar dokumentat, por në fund t'i arrita qëllimit ika. Kur erdha në Amerikë, punova 2 punë. Si të gjithë të tjerat, ishte shumë e vështirë për mua, një njeri që s'kisha parë botë me sy, por duheshte patjetër të punoj për veten time. Punova shumë, lodhesha shumë ditë dhe natë dhe një plakë e nderuar, një nënë e imja. Më thuaj çfarë të tha kjo nëna që realisht e ke nënë ja 2 vite? E këtë po doja ta them. Kjo nënë ishte në azil edhe kishte pasur fëmijët e saj që e kishin lënë, por ishte një nënë e mrekullueshme. E tek puna ku unë punoja, azilin e kisha përballë dhe gjithmonë u çoja deliver në ndonjëherë atje kur porositnin diçka. Dhe duke biseduar, nëna u admirua pas meje dhe filloi që të më gatuante ushqime tradicionale të saj. Dhe unë vendosa që ta marr në shtëpinë time. Më fal pak. Nënën. Ti e ke marrë nënën nga azili, dhe me thënë është amerikane. Po, në mungesë të nënës tem, e mora nënën prej në azil
edhe u lidhem shumë shpirtnisht, e bëri Zoti të ishte e tillë që unë ta marr edhe të kujdesem për ta. I bëra të gjitha dokumentet, sepse në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka disa ligje që duhet i kalosh, i plotësoja të gjitha kushtet, edhe vendosa që të jeton me mua. Dhe prej ditës që e kam marrë, më beso e konsideroj si nënën time, e dua shumë, jam shumë i lidhur me të, ja kam hapur zemrën për çdo gjë, i kam treguar çdo gjë, i di e krejt hallet e mia, krejt problemet, edhe në kohën kur unë kam flet në rrugë, edhe ajo kujdeset për mua njëjtë si me qenë unë djali i saj. Aq shumë më don, kemi krijuar një marrëdhënie të mrekullueshme të dy. Ti e ke pas një herë në kontakt, domethënë, por ajo nuk ka dashur që ta ruan kontaktin me ty. Jo, kur isha unë pak më i vogël, unë e gjeta nënën time kush është, por ajo nuk dëshironte të ketë kontakte me mua, sepse ishte e martuar dhe ajo tha që unë nuk kam lënë asnjë fëmijë në jetimore, se kur isha ke jetimorja, zysha që ka qenë në atë kohë, ma tregoi ti kush ishte embri nënës time. Por nëna ime nuk më pranoi, unë nuk e paragjykoj. Unë thjesht dua t'i them që shumë e dua, edhe dua që ta njoftoj me jetën time. Nuk e di, ndoshta është në vështirësi, dhe unë i kam kushtet që sinqerisht kjo që po tregon është magjike, dhe e dim pse, më fal që të ndërpreva, e dim pse jam i lumtur, sepse këtë kohën e fundit kam ndarë vetëm histori trishtuese, vetëm histori tmerruese, domethënë në asnjë mënyrë nuk ma kishte marrë mendja që do të më shkruan dikush në TikTok i cili ka një ngjarje të tillë në jetë. Edhe unë të ta them të drejtën, e kam pas këtë pikpyetjen a ta bëj apo mos e bëj, por e kam ndier ta bëj. Unë uroj me shpirt që mami ta shikon këtë histori, edhe ndoshta ta ndjen në zemër se kush jam unë. Doja vesh t'i them do fjalë që nën nuk të bëhet vetëm ajo që të lind, por edhe ajo që njihet me ty. Unë e dua shumë këtë nënën amerikane, se ma ka dritë shpinë, ma ka zbar shpinë, dhe më beso jam njeriu më i lumtur në botë që kam një nën në shtëpi, edhe jetoj me të, ndaj kohë me të, kënaqem me të, kujdesem për të, edhe i lutem Zotit që ta lënë sa më gjatë. Unë sinqerisht uroj që nëna jote ta dëgjon këtë rrëfimin. Ndoshta ajo ka patur ndonjë presion në atë kohë që ti nuk të ka pranuar në jetën e saj. Ndoshta ka qenë e kërcënuar nga bashkëshorti me të cilin është martuar, por shpresoj me zemër që të motivohet nga kjo gjë, ti pasi që e the edhe qytetin se ku ke lindur, ajo e di shumë mirë se kush je, nëna e ndjen fëmijën, dhe shpresoj që të merr motiv prej teje. Po, ajo e din kush është djali i saj prej mirë ditës. Unë të falenderoj shumë që e ndave këtë rrëfim me mua, dhe dash të Zoti të jesh gjithmonë mirë. Të uroj natën e mirë. Natën e mirë, Tiranë. Pra të dashur miq, ishte ky rrëfimi, më ka emocionuar sinqerisht, sepse nuk e kisha besuar që do të dëgjoja një rrëfim të tillë. Dua të marr mendimin tuaj.